Diaspora jo në vitin e fundit I ka pru 1.43 miliard euro remitenca, pra pare kesh, prej përëndimit këtu. Pastaj, një 2.5 miliard euro I kanë shpenzu këtu, që njën si shpenzimet e udhëtimit, apo si turizm, do të thonë të ardha nga turizmi që ne e përkthejmë në eksport të shërbimeve, që e ka rritë shumë eksportin e shërbimeve, duke e përmirësuar bilancin tonë tregtar. E treta, një 700 milion euro I kanë harxhu në blerje të panturshmërive apo në investime në panturshmëri. Pra, gjitha këto mjete, me disa qindra milion euro që janë shpenzime të transportit dhe shpenzime tjera të pa kalkuluar në këta tre faktor, bojnë që diaspora brenda vitit të shpenzoj dikun 5 miliard euro për dhe rreth Kosovës. Pra, këto janë sa gjysma e ekonomisë tonë. Prap në këto rrethona, ka njerëz që I thojnë diasporës Granoqa, ka njerëz që thojnë që diaspora nuk ka të drejtë më votu këtu, mirë po ja kanë huç keq. Është mirë mi kallëzu e mi këfill që s'janë kërka. Faleminderit.